Avokat populli Endri Shabanin me firmat e PD-s dhe me votat e PS-s. Nuk ka gjë më qesharake se sa 2 ore e 20 minuta ku 140 burra dhe gra përfaqësues popullit shqiptar zihen për Endri Shabanin. Nuk ka gjë më qesharake se kjo për një njeri që deri pak muaj më parë i binte gjoksit si tribuni i partive të reja, i cili po luftonte kundër sistemit kalbur të vjetër politikës që ka korruptuar dhe vjedhur vendin për vite e vite me radhë, dhe që me sa duket, sot nga kjo sallë do dalim duke me avokat populli Endri Shabanin me firmat e PD-s dhe me votat e PS-s. Dhe pyetja ime është, o zotri të PD-s, në qoftë se e quani Lebur të Surreli, pse ja hodhë firmat më? Pse 35 nga ju votuan që kandidat ishte Endri Shabani? Ndërkohë, pyetja për deputetët e PS-s është, si e ëmbëlsuat Endri Shabani? Ose më mirë akoma, si ju ëmbëlsoi ai juve që do ta zgjidhni avokatë popullit dhe Endri Shabanin? Kjo situatë është tragjike, por as pak serioze. Faleminderit.